Gjatë natës, të gjitha strukturat vendore dhe ekipet operacionale kanë vijuar punën në terren për normalizimin e situatës në zonat e prekura nga moti i keq, për sigurimin e akseve rrugore dhe për rikthimin e energjisë elektrike. Në qarkun Lezhë vijon puna për normalizimin e situatës në fshatrat Gjormë, Zhej dhe Fush Mamuras, në njësinë administrative Mamuras, bashkia Kurbin. Rruga në fshatin Shpërtheth mbetet e dëmtuar nga ujërat e lumit Droje, por po punohet nga forcat në terren. Gjithashtu, po vijon puna për sigurimin e kalueshmërisë në segmentin rrugor Skuraj-Gallat, njësia administrative Milot, por edhe në njësinë administrative Kaçinar, ku ura në fshatin Shpërthes u dëmtua nga rreshtet me intensitet. Në qarkun Durrës, situata në njësinë administrative Sukth, Katun Diri dhe Ishëm, është drejt normalizimit dhe ujërat janë tërhequr nga zonat e prekura. Niveli i ujit në lumenjtë Erzen dhe Ishëm është brenda kuotave normale. Hidrovoret në Porto Romano dhe Hamallaj vijojnë punën me kapacitet të plotë. Në qarkun Kukës, të gjitha akset rrugore nacionale janë të kalueshme. Në qarkun Shkodër është bllokuar segmenti rrugor Theth Ndërlysaj në njësinë administrative Shal. Mbetet i bllokuar segmenti Ndërlysaj Breglumi, ku punimet do të vijojnë gjatë ditës së sotme. Në qarkun Gjirokastër, aksi rrugor Sofratikli Bohov është kthyer në normalitet. Aktualisht ka pranitë të shtuar ujërash në segmentin rrugor Gjirokastër Tepelen, në urën e Kardhiqit dhe në rreth rrotullimin e urës së lumit në qytetin e Gjirokastrës. Në qarkun Elbasan vijojnë punimet për pastrimin e inerteve në segmentin rrugor Elbasan-Peqin, në vendin e quajtur Murraç, si dhe në segmentin Elbasan-Librasht. Në qarkun Korç, në fshatin Sanjollas, njësia administrative Barmash, bashkia Kolonjë, situata është normalizuar fal zhbllokimit të tombineve dhe pastrimit të inerteve, duke u shmangur rreziku për banesat. Ekipet e OSHS po vijojnë punën për rikthimin e furnizimit me energji në fshatrat Skuraj, Vinjoll dhe Gallat, në qarkun e Lezhës, në njësinë administrative Topojan, Shishtavec, Zapot, Bytyç dhe Lekbiba në qarkun e Kuksit, në njësinë administrative Hajmel dhe Vikmnel, bashkia Vauidejës, si dhe në Iball dhe Qafmali, bashkia Fusharës në qarkun e Shkodrës. Në zonën Maricaj me Malia në qarkun e Gjirokastrës. Ministria e Mbrojtjes dhe Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile mbeten në gatishmëri të plotë dhe në kontakt të pandërprer me strukturat vendore dhe ekipet e emergjencave për marrjen e masave në rast të përkesimit të kushteve atmosferike.